رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimi dhe madhrimi i takojnë Zotit të botrave, mëshiruesit, mëshirbërësit e sunduesit të ditës së gjykimit. Salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafa, mbi shokët, mbi familjen dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në përfundimin e kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra të respektuara, sot do të mundohemi të folim mbi haxhin dhe vizitën e Ka'bes. Adhurimi rreth të cilit do të folim sot, padyshim se janë vlera dhe rëndësia e haxhit dhe vizitës së vendeve të shenjta me tekst të posaçëm Ka'bes, edhe se si përshkrohen, si përjeton besimtari në momentin e parë që e shet këtë shtëpi madhështore pra Ka'ben e respektuar. Shumë njerëz kur ceket, bisedohet rreth haxhit, u shkon ndërmend se ai që duhet të krije këtë rit fetar, këtë obligim fetar, duhet të jetë ose mbatatar dhe gjinaqar i madh, apo plak, apo i moshuar në moshë. Që do të mundohena në dersin e sotshëm që këti aspekt që do pak ti qasina me një seriozitet, duke dashur të vejmë në pak se haxhi nuk e ka obligim plak, vetëm plak, por as mbatatar, por haxhin e ka obligim ai njeri i cili ka vetë të fuqi dhe ka mundësi materiale të luftoje deri në këtë vend të shenjtë. Në këtë temë nuk do të folim në detaje se si krijet haxhi me rregullat e tij, por do të trajtojmë një aspekt tjetër se si duhet ta përjetojmë krijetën e haxhit dhe si duhet të jenë ndjenjat e një haxhiu i cili ka marrë rrugën për në haxh, si duhet të jetë me ndjenjë dhe si duhet ta përjetojë këta rite dhe këta obligime, pra në veçanërisht në përgjithësi krijetën e haxhit. Çdo kush që dëgjon rreth kësaj teme dhe mendon se është e pamundur për ta, për x arsye të shkojë në haxh, nëse e ka niyetin e sinqert dhe me gjithë zemrën, padyshim se Allahu xhaleshanuhu atij njeriu i cili është skeptik në atë se a do të ketë mundësi ta krijë haxhin, qoftë nga aspekti material ose trupor, nëse Allahu xhaleshanuhu sheh sinqeritetin, devotshmërinë, ikhlasin në zemrën e tij, padyshim se Allahu xhaleshanuhu këtij njeriu do t'ia mundësojë krijen e haxhit. Pra çdo njeri që e bën një që vitin tjetër ose këtë vit, nëse eventualisht ka mundësi regjistrimi për në haxh, të shkojë në këtë vend të shenjtë për ta vizituar vendin që Allahu xhaleshanuhu e bekoi, nëse Zoti sheh sinqeritet, ikhlas dhe devotshmëri dhe vërtetësi në zemrën e tij, Allahu i madhruar do t'ja mundësojë krijen e haxhit. Mirësia e shkuarjes në haxh, vlera e shkuarjes në haxh, fazileti i krijetjes së haxhit, shpesh po të cekë xhamatin e nderuar, që Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete kuranore na obligoi neve si besimtarë të krijetjen e haxhit. Edhe ata në surën Ali Imran, Allahu i madhruar thotë: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Dhe për hir të Allahut, vizita e shtëpisë së shenjtë Ka'bes është obligim për atë që ka mundësi shkuarin e ta. Pra, për atë njerëz të cilët kanë shëndet dhe trup të shëndosh, dhe po ashtu për atë njerëz të cilët kanë aspekti material të mirë. Pra
Pra ai që ka shëndetet e pare, ai obligohet të shkojë të krije këtë rit të karë. Por, përse krijet haxhi për mua i vëllai? A thua krijet haxhi për Allahun xhaleshanu, apo për dobinë tona? Mbajnë me një hadis të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thotë, ose hadis të Qudsi është, thotë: "Ya ibadi, law anna insakum wa jinnakum kanu ala ithqa qalbi rajulin wahidin ma zada min mulki Allahi shay'a." Thotë: "O njerëz, o robërit e mi", thotë Allahu xhaleshanu në këtë hadis të Qudsi, sikur gjithë njerëzit dhe gjinët të ishin, të përfaqësoheshin si një zemër e devotshme, thotë Allahu xhaleshanu nuk do t'i paksohej asgjë nga pasuria dhe nga mulki ose atë që posedon Zoti xhaleshanu. Këtë dunjaja me tanë, si një person që ka një zemër të çifter me devotshmëri dhe të pastër, sikur këtë dunjaja të jenë në formën ose ti ngjashëm ti njeriu, Allahu xhaleshanu nuk do t'i paksohej ose nuk do t'i rriti asgjë në punësinë e tij. Nuk do t'i mande dobi asgjë Allahu xhaleshanu për këtë, por atij që i mund dobi është vetë njeriu. A dhe thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur gjithë njerëzit dhe gjinët të shembulleheshin në një zemër të prishur, a komplet njerëzit dhe gjinët nëse ishin njerëz të këqij, pa moral, pa halal, pa mos i kryer obligimet fetare, kjo nuk do t'ja paksonte mulkin apo pasurinë Zotit xhaleshanu. Pra ajo që krijet është për ne, por njeriu që i ka dhënë Zoti mundësi dhe aftësi, ai njeriu duhet ta përjetojë se është një obligim fetar që duhet ta krijë dhe atë për hir të Allahut xhaleshanu. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Dhe ai njeriu që e mohon këtë kusht të rëndësishëm islam, le ta ditë të Allahu xhaleshanu se Zoti i madhruar është Zoti nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam mbi vlerën faziletin dhe rëndësinë e haxhit thotë: "Men hajja falan yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu." Ai njeriu i cili e bën një jetë të krije haxhin, duke pasur parasysh dy aspekte. Aspekti i parë që të largohet nga marrëdhëniet intime përderisa ekziston me haxh, dhe e dita nëse u largohet mëkateve dhe gjinaheve, Allahu pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: "Raja'a ka yawmi waladathu ummuhu." Ai njeriu kthehet i pastër nga gabimet, nga gjinahet, ashtu siç ka rinjt nga nëna e tij, i pastër nga gjinahet dhe mëkatet. Fëmiu i vogël në dorëvezë ku lind pa mëkate. Dhe ai njeriu që i kryen haxhin konform këtij hadisit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke ju larguar fjalëve, fashëthemeve dhe veprave të meritura të këqija dhe veprat që ecën përpara, ka garancë nga Zoti xhaleshanu që në momentin që kthehet nga haxhi do të kthehet i pastër si loti nga gjinahet dhe gabimet që i ka bërë gjatë jetës së tij ose gjatë viteve të tij të bashkë. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë kështu: "Wal-umratu ila-al-umra kafaratu lima baynahuma." Personi dhe besimtari i cili krije di umre radhazi, këto umre, ki ibadet që krijet në haxh, janë sebeb që ki njeri të pastrohet nga gjinahet. Allahu xhaleshanu e pastron këtë njeri nga mëkatet që i ka bërë në jetën e tij dhe manë me tekst të posaçëm e cekët wal-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dhe ai njeri i cili krije haxhin ashtu siç meriton të krijet haxhi nga një besimtar i drejtë i sinqert, Allahu xhaleshanu nga fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam ja garanton këtij njeriu se laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, ka shpërblim tjetër më të madh se sa fitimi i xhennetit. Të nderuar vëllezër, çdo njeri e sinon
besion në këtë dunja që të pastrohet nga gjinahet e mëkatet. Prandaj dietarët e pashëm ashabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur dëgjojshin ndonjë vepër e cila ju mundson shirjen nga gjinahet e mëkatet, ato natë e ditë bëshin përpjekje maksimale me prit respekt, duke dashur që ta kriejnë atë vepër dhe atë punë me qëllim që Zoti xhaleshanu të falë gjinahet e mëkatet. Dhe kur falet nga njeriu gjinahet e mëkatet, shpërblimi është femen zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz, ai njeri që është i larguar nga zjarri i xhenemit, ai njeri që është i pastër nga gabimet dhe largohet nga zjarri i xhenemit, zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz, dhe hin në xhenet, ai është fitari më i madh. Pra, të fitoj xhenetin, të falesh me gjinahet nga ana e Zotit xhaleshanu, kjo është një fitore e madhe që besimtarët e pashëm të nderuar, prezantues të vëllezër dhe motra të respektuara, bëjshin përpjekje maksimale që Zoti t'i falë ata nga gjinahet dhe Zoti t'u falë xhenetin. Dhe Zoti xhaleshanu që çdo njeri prej nesh i cili ka ndjejë dëshiron të bëjë haxhin, por për x arsye nuk ka arritur, le ta bëjë një jetë edhe një herë, padyshim se Allahu xhaleshanu ata njerëz të cilët e bëjnë një jetë u hap rrugën dhe u jep suksese në jetën e përditshme. Vazhdon hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam mbi vlerën e haxhit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, el-hujjaju duyufur rahmani. Qëni si sa bukur e plërson pejgamberi alayhi salatu wassalam, haxhi. Haxhirët të janë miq të Zotit xhaleshanu. Të jesh mik i mbretit të mbretërave, është një privilegj të vërtetë. Dhe çfarë vlerë, çfarë mundësi u ofron Allahu xhaleshanu te njerëzit? Thot: "Wa idha da'uhu istajaba lahum." Dhe kur ata njerëz e lusin Zotin xhaleshanu, ai ju përgjigjet ftesës dhe lutjeve të tyre. "Wa idha sa'altumuhu", dhe kur i kërkojnë diçka Zotit xhaleshanu, t'u plotësojë në një dëshirë, në një problem që e keni, Zoti i madhëruar t'u plotëson atë dëshirë dhe atë problem që e keni. Pra u azgjidh problemin. Dhe ma më thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Wa idha istaghfarukum yaghfiru lakum." Dhe ata njerëz të cilët e krijnë haxhin, që konsiderohen miq të Zotit xhaleshanu, kanë edhe një privilegj tjetër që e çekën para, nëse kërkojnë falje mëkatesh, Zoti i madhëruar u afal mëkatet dhe gjinahet e tyre. Prandaj Allah, një vend që të mundson të përjetosh mëshirën dhe rahmetin e Zotit xhaleshanu. Një vend që të mundson të pranohen lutjet e duave. Një vend që të mundson që të plotësohen kërkesat dhe dëshirat që i ke në jetën tënde të përditshme. Një vend që Allahu xhaleshanu t'i fal mëkatet dhe gjinahet. Vërtet meriton një vend që njerëzit të mendojnë dhe të krijnë këtë obligim dhe këtë kusht të rëndësishëm të Islamit, i cili është haxhi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, shumica e pejgamberëve e kanë kryer, e kanë quar në vend urdhrin e Zotit për të kryer haxhin. Pejgamberi i Zotit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam thot: Ka'ben e kanë vizituar mbi 70 pejgamber të Allahu xhaleshanu. Pra veti ka rëndësi dhe pejgamberët e Allahu xhaleshanu të urdhër të Zotit e kanë kryer të marrë parasysh se ka vlerë të madhe dhe ka fazilete të mëdha dhe ka dobi të shumta. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, njëherë me shokët e tij duke kaluar për një lugime, u tha shokëve të vet: "O shokët e mi, në këtë lugim për të shkuar në Mekë dhe vetuar, ka kaluar edhe Hudi edhe Salih, pra dy pejgamberët e Zotit xhaleshanu. Sa është e vlefshme kryerja e haxhit, apo
zërishe. Sa mëkate dhe gjinahe i merë ai njeri që ka mundësi dhe nuk e krije këtë obligim të ta. Është një prej tabiinëve, gjeneratës së ditë të ardhë të muslimanëve, Said ibn Jubayr, i cili thotë: nëse në vendin tim njoh një person i cili ka mundësi të krije haxhin, ose ka pas mundësi të krije haxhin, dhe këtë obligim fetar nuk e ka bërë, nuk e ka kryer, atëherë thotë ki njeri dietar që ka peshë të madhe në historinë islame, thotë nëse dista i njeri, unë nuk do t'ja falsha gjenazën e njeri. Për arsye se ka pas mundësi të krije këtë obligim fetar, dhe për x arsye ose për arsye të vogla, nuk e ka krijer këtë obligim fetar, këtë rit fetar, këtë fars të rëndësishëm, atij njeriu i cili është në vendin tim, nuk do t'ja falsha namazin e gjenazës. Në komentin e ajetit kuranor, Allahu Gjeleshanu që në surën El-Mu'minun thotë: hatta idha jaa ajaluhum al-maut qala rabbi irji'uni. E kur ndonjëri prej tyre i vin vdekja, i vin afati i vdekjes që çdo njeri do ta përjetojë nga ana jote. Nuk ka njeri dhe nuk ka pjesë në rruzullit të sortën dhe korvezën. Qoftë plak ose njeri gjithësisht, qoftë njeri që ka tepër dëshirë jetesën, por kur vin afati, kur ja afatizohet njeriu jeta, patjetër të përjetojë i kthejnë dhe agoninë e vdekjes. Kale Rabbi irji'uni, o Zot më kthe përsëri në dunja. A njeriu që i vin afati i vdekjes, do të dëshiroje të kthehet përsëri në dunja. Dietarët islam thonë njerëzit janë dy kategori. Ai njeri që ka vepruar punë të mira, por e sheh dhe ka frikë që me këta punë që i ka punuar janë të fakta dhe nuk mund të japë llogari përpara Zotit Xheleshanu, edhe ai njeri i mirë do të kishte dëshirë të kthehet në këtë dunja që punët e mira që i ka vepruar i shtojë edhe më tepër. Ndërsa kategoria më e keqe, me e privuar nga mëshira e Zotit Xheleshanu, është ajo kategori të ndëror vezën që në këtë dunja ka pas mundësi të veprojë punë të mira, por ja që shumë pak ka vepruar ose as pak punë të mira. Kjo kategori e dytë e njerëzve do të thotë se la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, o Zot më kthe në dunja me qëllim që të veproj punë të mira, të i kompenzoj ato vepra dhe ato punë që i kam lanë përderisa isha gjallë, por Zoti i madhruar në Kur'anin pa merak të nderuar vezër, një fjalë ka për ta njerëz, asesi të quam me këtë dunja, të janë shprovimi duke vepruar punë të mira, por ti janë shkarove urdhrat e Allahu Xheleshanu dhe kjo çështje ka marrë fund. Në momentin e këtij ajeti kuranor Ibn Abbas radiallahu anhu, komentatori më i madh i Kuranit, thotë janë dy kategori të njerëzve. Ata njerëz të cilët kanë pasur mundësi të krijojnë haxhin dhe haxhi nuk e kanë krijuar, dhe ajo kategori tjetër e cila Zoti ka dhënë pasuri dhe pasurinë e tyre nuk e ka pastruar duke dhënë zekat, pra ajeti kuranor ka qëllimin për ta dy kategori. Kategorinë e parë ata njerëz të cilët kanë pasur mundësi shëndetësore dhe materiale dhe s'kan krijuar haxhin, dhe kategoria e dytë ata njerëz të cilët kanë pasur mundësi materiale, kanë pasur pasuri ka dhënë Zoti Xheleshanu kuandot, dhe ato pasurinë e tyre nuk e kanë pastruar duke dhënë zekat, pra kia ajeti kuranor ka të bëjë me këta dy kategorinë të njerëzve. Pra, të gjitha që përmendëm më radhë, ne e bëjmë të qanë se haxhi është një obligim i rëndësishëm si për të rinjt edhe për të vjetrit. Prandaj, çdo njeri që ka mundësi të krije haxhin, qoftë i ri, le të përgatitet për këtë ibadet, për arsye se i riu vërtet mund të përjetojë haxhin si i ka mirë. Pra nuk mban mendimi se do të plaket dhe do të shkojë në haxh.
Për një arsye nuk mbahet të fjalën e Ruhit Allah. E para se Allah askuj si ka dhënë garancë se do të jetojë deri nesër. Besimtari çdo herë mundon, gjithsesi mendon dhe ka frikse, pak më vonë mas një minuti, mas një sekundi, mund të mirë shpirti. Dhe çfarë i thot Zoti Xheleshan? Realita, ai që e kryen haxhin, përderisa është i ri, haxhi i tij është shumë më i pranuar te Zoti. Shumë më i pëlqyer se sa haxhi i cili krihet në një plak. Për arsye si i riu, vërtet e ka shëndetin dhe ai mund ta krije haxhin ashtu siç i ka hije. Me shpresë që inshallah për këtë temë të vazhdojmë edhe javë të tjera, me qëllim që sadopak po bëjmë të dashur haxhin dhe po bëjmë të dishëm vlerën e madhe që ka kjo obligim dhe në të njëjtën kohë mëkatin që mund të fitojë një njeri ose personi i cili ka mundësi të krije haxhin dhe nuk e kryen këtë obligim të cekim se çfarë gjunahesh dhe çfarë mëkatesh e presin në botën tjetër.